Një grup qytetarësh kanë protestuar pas takimit të kryeministit Edi Rama me banorët e lagjes muzeale në Bashki. Policia ka ndërhyrë dhe ka shoqëruar 3 persona. Pas së ngjarjes, deputeti Igli Sara ka reaguar mediatikisht, duke akuzuar kryeministin Rama për shkelje të normave demokratike. Kaq frikë edhe nga fjala. Edi Rama si gjithmonë nuk duron dot asnjë fjalë. E drejta dhe liria fjalës është mbrojtur me kushtetut, siç është dhe drejta pronës, po prikohesh Rama e ka shkelur me këmbë kushtetutën, të drejtat që i njihen qytetarëve të këtij vendit. Është e papranueshme në fakt një protestë kaq paqësore për të drejtën e pronës të dhunohet me urdhër të Ramës dhe merren njerëz pa fajshëm në polici. Jam këtu bashkë me zonjën Luku, kolegen, dhe kemi ndjekur në vazhdimsi këtë protestë. Në fakt, qeveria dhe bashkia ekziston pikërisht për të garantuar jetën e qytetarëve, të drejtën e pronës e me radhë, që shkelen çdo ditë nga ky kryeministër dhe nga kjo kryetare e bashkia.